Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së gafores. Atëhere, mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me muajin qershor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emaili. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e gafores. Dhe shohim energjinë që do na vi edhe për shenjën tuaj. Atëhere, fillim të kësaj jave, të javës së parë, ju shoh që jeni në energjinë tuaj. Këtu do keni disa frikra emocionale, paqartësi, ju shoh mund të keni dhe prapaskena gjatë fillimit të javës së parë, dhe ju shoh të ngecur në mendime në lidhje me këto situata. Ju mund të keni frikra emocionale ose paqartësi në lidhje me një dashuri, me një njohje, me lidhje ose me marrëdhënie tuaja. Dhe aty keni ngecur në mendime negative. Por janë thjesht mendimet tuaja, sepse rrugën e keni të hapur. Ju mendoni negativisht ndoshta në lidhje me një njohje që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme. Kjo mund të ketë edhe në lidhje dhe me punën tuaj. Ndoshta ju mendoni rreth diçkaje, një prapaskene që mund t'ju bëhet ose që ju është bërë, sepse jemi që në fillim të muajit këtu, dhe ju jeni duke menduar negativisht ose në situata të ndryshme. Por këto janë dhe situata ekonomike, i shoh. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me dashurinë, është një ofertë që po ju vjen. Një ofertë dashurie, është një person që dëshiron të vijë drejt jush, po mendon, por ju keni ngecur në mendimet tuaja. Dhe kur themi mendime negative, do të thotë që ju mendoni negativisht në lidhje me gjithçka. Ju mund të mendoni që ky person mund të keni frikë të hyni në lidhje ose në njohje me këtë person. Mund të ndjeni pasiguri për të futur në një njohje. Ose në rastin tjetër, mund të keni të bëni dhe me fëmijët tuaj. Flasim për të gjithë ata që janë në marrëdhënie. Ndoshta në lidhje me një investim që dëshironi të bëni. Dhe ju sikur nuk ndjeni shumë të sigurt nëse do ta bëni këtë investim ose jo. Në rastin tjetër, mund të ketë lidhje me një ofertë pune që do t'ju vi gjatë javës së parë, dhe ju do ndjeni pasiguri në lidhje me këtë punë, nëse duhet ta pranoni ose jo. Thjesht ju shoh që keni ngecur në mendime negative në lidhje me këto situata. Dilni nga këto mendime sepse rrugën e keni të hapur. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë, është një javë fantastike javë e dytë. Ju shoh keni fillime të reja, mund të jetë fillimi një njohje të re. Dhe është një njohje që do marrë zhvillime shumë të mira, por dhe fati do t'ju ndihmojë për ta çuar para këtë njohje. Në rastin tjetër, mund të jetë fillimi një shtatzanie dhe ju nuk e di, por është një shtatzani që do t'ju sjellë fat. Në rastin për disa të tjerë mund të jetë që ju mund të filloni një kurs, një trajnim, një punë të re, një biznes, një partneritet, një bashkëpunim, gjithçka që ju mendoni të filloni do marrë zhvillime shumë të mira në mesin e javës së dytë. Dhe fati do t'ju ndihmojë që t'i çoni para këto fillime që do bëni. Gjithsesi, mund të jetë dhe një fillim ekonomik i ri, mund të jetë një investim që ju dëshironi të bëni, dhe është një investim që do t'ju sjellë bollëk, do t'ju sjellë prosperitet. Është një javë fantastike, mund ta shfrytëzoni këtë javë në lidhje me gjithçka që doni të bëni. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh që
jeni në pritje të diçkaje. Ndoshta ju bëni këto fillime të reja dhe flasim në lidhje me dashurinë, mund të jetë një njohje e re, dhe ju jeni në pritje të një përgjigjeje. Por ndërkohë ndryshoni këndvështrim në lidhje me situatat dhe do bëni plane afatgjata. Në qoftë se do futeni në një njohje, ju do dëshironi që kjo njohje të shkojnë në perspektivë. Në rastin tjetër, për një pjesë prej jush mund të keni bërë një test shtatzanie dhe jeni në pritje të një përgjigjeje, ose keni bërë një kontroll mjekësor dhe jeni në pritje të një përgjigjeje. Gjithsesi mund të jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me punën, në lidhje me projektet, me bashkëpunimet, me këto fillime të reja që do bëni. Ose për një pjesë tjetër mund të jeni në pritje për të larguar jashtë shtetit. Disa të tjerë ndoshta për të kthyer në vendlindje. Ndërsa për një pjesë tjetër ju mund të jeni në pritje të një përgjigjeje për të lëvizur nga një vend pune në një vend pune tjetër, ose nga një qytet në një qytet tjetër, ndoshta për të filluar diçka të re, një punë të re. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh pak të trishtuar, ju refuzoni diçka, ose refuzoni këto fillime të reja, sepse shoh që ju i keni fillimet e reja, ose ju bini të trishtuar dhe nuk shikoni që një dorë e universit po ju zgjatet që ju të dilni nga këto situata trishtimi dhe për të parë këto fillime që do bëni. Sepse ju shoh ju dëshironi të lini mbrapa disa vështirësi që keni kaluar. Dhe jemi te energjia e Plutonit këtu, gjithsesi kjo tregon që ju do pësoni një lloj transformimi deri në fund të javës së tretë. Një transformim shpirtëror, sepse ju shoh që do bini pak të trishtuar ose ju do jeni duke refuzuar diçka në mesin e javës, por fundi i javës ju bën që ju të ndryshoni situatat dhe të pësoni ndryshime të mëdha. Por ndërkohë të lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente dhe për të bërë fillime të reja, ose për të gjithë ata që do t'japin fund vështirësive, i presin surpriza pa fund. Dhe këto vështirësi mund t'i keni pasur në lidhje me dashurinë, mund t'i keni pasur për një kohë të gjatë, në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike. Dhe kjo gjë do vi në fund të javës së tretë ku ju do ndryshoni gjithçka aty. Dhe ndryshimet gjithmonë vijnë për mirë. Mund të jetë një ndryshim ekonomik, mund të jetë ndryshim një pune, ju mund të bëni një ndryshim në lukun tuaj gjatë kësaj periudhe. Por ndërkohë mund të bëni një ndryshim të vendit ose të vendit të punës. Gjithsesi, ju merrini ndryshimet ashtu si do t'ju vinë, sepse këto ndryshime vinë për t'ju sjellë surpriza pa fund. Gjithsesi, është një javë që ju do ndryshoni këndvështrim. Duke parë gjërat që ju rrethojnë nëpër botë, ju do keni një vizion ndryshe. Do t'i shihni gjërat më në perspektivë. Dhe këtu flasim në lidhje me përgjigjet që ju prisni. Në qoftë se prisni përgjigje në një pune, ju do ta mendoni një punë në perspektivë. Në qoftë se prisni përgjigje për t'u larguar jashtë shtetit, atëherë ju do ta shihni si një opsion për t'i rezistuar kohës. Por në rastin tjetër mund të ketë lidhje me projektet, me bashkëpunimet, mund të jenë në pritje për një zhvendosje ose diçka tjetër. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë, thjesht në mes të javës ju shoh pak të trishtuar. Ose që jeni duke refuzuar diçka, ose dikush ju refuzon. Dhe shohim në javën e 4. Në javën e 4 ju shoh që do përballeni me disa pengesa. Nuk e di, në lidhje me këto fillimet e reja që do bëni, edhe pse fati do t'ju ndihmojë deri në javën e 3 për të bërë ndryshime, por në fillim të javës së 4 ju shoh që ju dëshironi t'i bëni këto fillime, por mund të ndjeni një sër pengesash. Në lidhje me dashurinë, mund të jetë një person që ju sjell pengesa, që mund mos jetë një person i lehtë për t'u arritur. Gjithsesi, ju do luftoni për ta arritur këtë. Në rastin tjetër, mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, që ju dëshironi që ata të ndryshojnë diçka në jetën e tyre, por ose të bëni një investim, por aty do përballeni me disa pengesa gjatë procedurave që mund të bëni. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të kenë pengesa te vendi punës. Ju dëshironi të bëni ndryshime,
por aty në një ndryshim që do bëni, aty do ketë edhe pengesat e veta. Dhe është normale. Në moment që bëhet një ndryshim, normale që ka dhe pengesa. E rëndësishme është që ju ja dilni. Ju do harini ti përballoni të gjitha këto pengesa dhe t'ja dilni në situata të ndryshme që ju jeni. Dhe shoh festime, basi ju ti keni përballuar të gjitha këto, ju do jeni duke festuar. Dhe për disa prej jush mund të shoh që mund të njihni një person, flasim për pjesën e beqarve ose për gjithë ata që mund të kenë pengesa në lidhje me një njohje, mund të jetë një person që është në shoqërinë tuaj. Ndoshta ju do ta njihni në javën e 4 këtë person në një ambient festiv ose në një ambient argëtues. Por shoh që do zhgënjeni. Me sa duket, keni kaluar dhe pengesa me këtë person, ndoshta për të arritur, për të futur në një njohje, por e shoh që do merrni një zhgënjim. Ndërsa për pjesën tjetër, ndoshta ju dëshironi të organizoni diçka në lidhje me shtëpinë tuaj, me punën tuaj, me shoqërinë tuaj të ngushtë, por do mërziteni pak aty, ndoshta nuk do realizojnë gjërat ashtu si ju dëshironi. Gjithsesi, kjo pjesë nuk është një pjesë e rëndësishme, gjithsecili e ka në dorë të bëjë zgjedhjet e tij. E rëndësishme është që është një muaj fantastik, sepse ju dilni nga mendimet negative, bëni fillime të reja, fati ju ndihmon, ndryshoni këndvështrim dhe vizion për jetën dhe për të ardhmen tuaj, dhe kjo gjë do t'ju sjellë ndryshime të mëdha, por do t'ju sjellë dhe surpriza pafund. Dhe kjo është më e rëndësishme se gjithçka. Dhe marrim një mesazh nga ëngjëjt dhe shohim çfarë mesazhi ju japin. Që nga njëti mesazh, siç ishte edhe të shenjë binjakëve, unë i përzita, gjithsesi është një mesazh fantastik, sepse ju thot, hapni zemrën, thot, dhe shikoni gjërat rreth jush. Dhe këtu flasim për gjithë pjesën e beqarëve, ata që nuk kanë hyrë akoma në njohje ose që mund të hynë gjatë këtij muaji, atëherë hapni syt, shihni njerëzit që ju rrethojnë, sepse mund ta gjeni dashurinë shumë afër nga sa e mendoni. Për pjesën tjetër, hapni sy, thot, në lidhje me dhe shihni rreth rrotull në lidhje me punën tuaj, ndoshta për një fillim të ri ekonomik ose për fillimin e karrierës tuaj ose të bashkëpunimeve, partneriteteve të ndryshme që ju dëshironi të bëni, sepse mund të jenë gjërat shumë afër jush dhe ju nuk e kuptoni. Dhe thot që shikoni mundësit në lidhje me kontrata të ndryshme që do keni gjatë këtij muaji. Në qoftë se ju jepet një mundësi për një fillim të ri ekonomik, atëherë shikoni mundësit që do t'ju jepen në lidhje me një kontratë që mund të lindni gjatë këtij muaji. Dhe kontrata nuk është vetëm në lidhje me punën, mund të jetë një kontratë ekonomike, një kontratë me bashkëpunime, mund të jetë një kontratë në dashuri ku ju bini dakord me personin që jeni në njohje, në lidhje ose në marrëdhënie, për të çuar gjërat para. Dhe ajo quhet një lloj kontrate. Dhe ju thot që është një film i bukur për ju. Është njësoj si te leximi i parë, te shenja e parë, dhe një film i bukur do thot që gjithçka do duket shumë e bukur, do si në filma. Si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, por dhe me fillime të tjera që do bëni gjatë këtij muaji. Është një mesazh fantastik edhe në lidhje me ju. Atëherë, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.